Rubikon dhe po shohim intervistën e parë të kryetarit të ri të Aleancës, asaj që ka qenë deri dje Aleanca për Admërinë e Kosovës, zoti Ardian Xhini. Zoti Xhini, ju njiheni edhe për oratorin tuaj, kritiken e drejt për drejt, dhe keni qenë edhe i pa kompromis me gjitha ato që i keni vlerësuar për gjatë gjithë kësaj karriere tuaj të gjatë, pra mbi qerekshekulli në politikë, qoftë me ata që me herët kanë qenë pushtet, qoftë me këta që janë sot pushtet. Pra, 6 vjetë, mund të themi paka shumë, po i bën në pushtet, dikush që i ka fituar fillimisht 40-50%, pastaj ra, patëm zgjedhje, po u kthye me 51%, por ajo që vrejtëm ishte edhe pamundësia për të krijuar institucione, pavarësisht se kishte një parti që fitonte atë shumë. Pse s'po mund të arrihet edhe një mënyrë bashkëpunimi me vetëvendosin? Fola pak ma heret për të saqet. Nëse një parti politike ose një person i qetë saqet, e ato të saqet janë të ndershme për vendin, ka me gjithë rrugë me arrit ato të saqet. Unë e thash një zhvillimi ekonomik, mundet më zbërthy në shumë qka. Me përfundu infrastrukturën e Kosovës, se prapë nuk është e madhe, për 4 vjetë përfundon, nuk kem nevoj me bo. Një mandat. Absolutisht përfundon, nuk kem nevoj me bo, nuk kam jetë shumë. Kur nuk egziston ajcak i një personi, ose një partije politike, atyre caku kthehet vetvetja. Unë po du mu bo kryeministër, unë po du mi bo presidentin, unë po du mi bo këto. Kur kjo është caku, atëherë gjithmonë bëhet ma problem. Humbin tjerat, sepse sikur, unë ju thash juve, nëse kemë me kriju koalicion me opozitën, caqet e mia i tregova dhe kom me kushzu, se qashto jënë caqet. A është njëra vetme për të bërë qeveri, ku është pjesë Aleanca, që partitë deri tash opozitare, ta bëjnë atë? Po. Me vetëvendosin nuk. Po, për shkak se këta jënë të na dëshmu që cak është vetvetja. Nuk ka cak tjetër, ne nuk përja dim cakun, po i lëp 50%, 60, 70, 80, 110, le t'i lëp. Po qa do me bo me to? Qa o caku? Kret qka ti thot dikush e qëtë me një farë listë edhe dele flet për atë listë, e listën e përsërit prej vitit 2019. është lista njëjtë? O, është lista njëjtë se nuk i ka kry. Në me thënë, fool me once, shame on me. Fool me once, shame on you, se ka përzi dhe buxheti. O, jemi të kuptu që kemi të thonë. Ju po thoni sikur të kryen të diska, nuk do të lexohej ajo listë. Paka shumë e njëjtë. Sikur të kish kry këto punë, nuk kish pas nevojë as me u dhon parë qytetarëve para zgjedhjeve. Kish dhon ma heret ose mas zgjedhjeve, nëse ka dashur me u dhon. Po për shkak se ka dështuar ekonomi, ka dështuar paga, ka dështuar pensione, ka dështuar shëndetësi, në arsim, në infrastrukturë, në marrëdhënie ndërkombëtare. Çka kam i thon popullit përpos se qëto 100 euro në vend se mi ja dhon në mars, mi ja dhon në fund muajit ose në qershor, ose jo milionin korrekt kur kanë me shku në pushim, po qëtash. Për shkak se ka dështu bën kështu, jo se qytetarët nuk i meritojnë ato jetë. Është blerje votash? Nuk mundet mu interpretu ndryshe, për shkak se kohën po e gjenë para zgjedhjeve. Ka mujtë me dhonë para 2 muaj.